Sot në këtë video kemi vendosur të flasim për ngjyrat, duke hyrë thellë që nga perëndëritë e lashta, dinastitë, saktuara, fetë, si dhe mistika, ezoteria, si dhe në psikologjinë e sotme se si kuptohet një person që preferon një ngjyrë të caktuar, duke analizuar pak personalitetin e tij. Po ashtu edhe për ngjyrat që janë më xheloze. Por para se të flasim për ngjyrat, duke parë shumë në për komente të vazhdueshme, duke shikuar njerëzit që po nxjerrin mllef të caktuar për një ngjarje që ka ndodhur dje në Big Brother, Bram, më saktë, ku Jozi ka godit Xhesin në një shkollë, që nuk është veprim i mirë, por kam 2 vite që jam member ose në grupin e doktorëve më të mirë në botë, është një web që quhet që trajnojnë ku janë doktorët më të mirë në botë, zonja quhet, për mental health, edhe ato po punojnë shumë me ngulm për të nxjerrë një ligj, sidomos në Amerikë, që njerëzit që provokojnë më shumë se ç'duhet anën psikologjike të ketë një dënim aq sa është edhe dhuna fizike, sepse nëse dikush nuk provoko psikologjikisht, duke luajtur me nervat atij tjetri, asnjëherë nuk ndodh dhuna fizike, kështu që edhe me psikologji dhe me çdo gjë po zbulohet gradualisht, dhe në 10 vjetëshin e ardhshëm do jenë ligje shumë strikte që nuk lejohet që ta dhunojsh psikologjikisht një person tjetër, sepse është shkak pasojë. Nëse ti lun me nervat dhe me psikologjinë atij tjetrit, kjo ndodh. Kështu që edhe për rastin në fjalë, duke marrë parasysh që Gjesti goditi me vezë Viserlën, Olën, ka hedhë kova ujti, doli nga muri, edhe më e keqja luajti me fe, duke hedhë kryqin, edhe pse unë jam musliman. Ne jemi një popull që e kemi treguar me vite që e respektojmë fetë, krahinat dhe gjithçka më përpara, kurse tash është një kohë që shumë persona publik, siç është rasti në fjalë, po tentojnë të mbajnë mas vetes përfaqësimin e një feje të caktuar ose krahine të caktuar këto, kështu që këto individ duhet të izolohen dhe mos të ketë përçarje si etnike, si fetare, si të gjitha format brenda popullit ton, duke mos harru që 97 në Shqipëri ishte një sakrificë që u bë e vetëdijshme, pavarësisht se shumë në politikë nuk duan ta pranojnë, u bë e vetëdijshme që Kosova të mori lirinë që është sot, dhe ne ishim një popull në varfëri dhe i pritëm popullin e shqiptarëve të Kosovës, dhe kemi pas mbi 3000 njerëz të vrarë në luftën civile që ishte posaçërisht e shkaktuar për shkak se nuk mund të kishte një përplasje frontale Shqipëri-Serbi, sepse Serbia ishte shumë e fuqishme dhe kishte Rusinë nga mbrapa, kështu që këto gjona edhe shqiptarët e Kosovës nuk duhet i harrojnë, sepse Shqipëria ka derdh çak mrena shtetit vet, vetëm që Kosova të mori këtë lirinë që sot po e gëzojnë njerëzit. Atëherë le të flasim për ngjyrat. Ngjyra e kuqe. Përpara se të fillojmë të marrim me radhë ngjyrat, duhet të dim a ka ngjyrë shpirti. Jo në sy. Po në ndjesi, në kujtesë, në ëndrrën që nuk u shpjegua kurrë. Pra duhet ta dim që ngjyra nuk është thjesht një valë drite. Është thirrje. Disa e shikojnë ëndrrën, disa janë të lidhë shumë edhe me personalitetin e tyre. Ngjyra e kuqe, gjakëzuar, dëshirë flakëruar. Në lartësi, Roma e përjeshme e veshin në toga lufte dhe gladiatorësh. Pra, e kishin si simbol të fuqisë dhe shumë ushtarë romak.
nuk jepni në lavdi për ushtarin kur kthehej, nëse nuk kishte të lyme armaturën e tij me gjak në luftime. Dinastia Han e Kinës e quante port për fatin qiellor. Në magjinë persiane, kuqja lidhej me energjinë e qenjes dhe mbrojtjen hynore. Në fe, Zoroastrimi nderonte flakën si burim i pastërtisë. Okultizmi i Babilonës e përdorte për ritualet e seksualitetit dhe forcë. Në ditën e sotme në psikologjinë moderne, e kuqja është për shpirtra që jetojnë për intensitet, pasionant, instinktiv, lider. Xhelozia e tyre është zjarr që digjet në buzëqeshje. Bluja, pra ngjyra blu, ujë mendjes që nuk hesht. Në qytetrimet si Majat e flijonin në tempujt e paqes. Egjiptianët i jepnin blues për jetësinë e hyjnive mbrojtëse. Mitrat e Romës e përdorën në ritet e heshtjes së shenjtë. Në fe ose ezoteri, taoizmi për shembull, rrjedhja qi në përgjendrat blu. Kabala e sheh si shtresë e kuptimit të heshtur. Në ditët e sotme, pra njerëzit që kanë si preferencë ngjyrën blu, e njerëz të thellë, e kuptojnë ndjenjen pa fol. Xhelozia e tyre është heshtje e largët, shumë e largët, që nuk kthehet, pra nuk janë tipa xhelos. Ngjyra e gjelbër, lidhja me tokën që shenjtëron. Në kulturat e lashta, druidët e shpallën ngjyrë të elefëve. Perëndëria perse e barazonte me mbështetjen hyjnore. Islami e quan ngjyrën e parajsës, sidomos në ndege fesë islamit bektashint janë shumë të lidhur me ngjyrën e gjelbërt ose jeshile. Në mistik, çakra e zemrës, porta e dashurisë dhe shërimit. Magjit natyrore e përdorin për rigjenerim dhe lidhje me pemën e jetës. Në personalitetin modern, pra në ditët e sotme, të gjelbrit janë mbështetës, njerëz ndjesor, të dhënë pas qetësisë, por munges dashurie. Bëhen zë i heshtur që mbyt si bar i egër. Xhelozia e tyre është një lidhje që nuk shputet dot, pra janë njerëz xheloza, po jo impulsiv. Ngjyra e verdhë, një dritë që nuk ndjek, por zgjon. Dinastia Tang, pra një dinasti e vjetër në Kinë, ngjyrën e verdhë e rezervonte vetëm për perandorët. Tibeti, murgjit e ndriçuar vishnin vetëm të verdhë. Në besime si budizmi vajvajon ngjyra e ndërgjegjes së kthjellët. Egjipti, dielli i ras, vetë fillimi i jetës. Në ditët e sotme, pra njerëzit që preferojnë ngjyrën e verdhë, janë dritë mendimi, optimist, mençur, por shpesh të vetmuar. Xhelozia e tyre disa herë mendohet që është e rafinuar, të duan si dielli, por nuk durojnë të jenë hijem. Në mendimin tim, njerëzit që preferojnë ngjyrën e verdhë, mendoj se janë njerëzit më xheloza që ekzistojnë. E zeza, fund që nuk është fund, por portal. Në qytetrime si Egjipti, i zi, Kemët,
Ngjyra e pjellorisë dhe lindjes. Dogonët, lidhje me yje për ti syrit. Gnostikët, natë e domosdoshme për dritën e shpirtit. Në okultizëm, një gredo faza e parë e alkimisë, vdekja e egos, pra neutralizimi i egos, duke arrit shkallën e vetdijes. Në ditët e sotme, psikologjikisht ose personaliteti me njerëzit që janë të lidhur me ngjyrën e zezë, janë njerëz analitik, të thellë, shpesh të errët nga brenda për të kthjellët në syt e njerëzve. Xhelozi atyre nuk ka zhurmë, por veshkim i ftohtë dhe i mprehtë. Pra njerëz që janë xhelos, po janë të vetë kontrolluar. Vjollca. Mistikët që ecën nga paprekur tokën. Roma dhe Bizanti. Vetëm perandorët mbanin ngjyrën e purpurt. Fenikasit e quajtën ngjyrën e perëndive. Po ashtu kabalistët janë shumë të lidhur me ngjyrën e purpurt. Në ezoteri Kether, kulmi i pemës së jetës në kabala, pra siç e premtëm më sipër. Orifikët e lidhin me ekstazën shpirtërore. Sot, në ditët e sotme, njerëzit që preferojnë ngjyrën e purpurt ose vjollcët janë artistikët, vizionarët, të paarritshëm. Xhelozia e tyre është kozmike. Ata nuk durojnë të ndihen të zëvendësueshëm në universin tënd. Pra njerëz që nuk preferojnë të zëvendësohen ka dikush tjetër, si në marrëdhënie, çift, po ashtu dhe në biznes, shumë tjerë. Njerëz xhelos, por të rafinuar dhe shumë kreativ. Ngjyra e gëzimit, pra portokallia. Në Indi, murgjit me vetdijet lartë ishin të lidhur me ngjyrën portokalli, pra ishte ngjyra e vetdijes lartë. Taoizmi, qarkullimi i energjisë së jetës. Në magji, chakra sakrale. Krijimtaria e sensualitetit, ndjenja e momentit. Në ditët e sotme, janë njerëz të gjallë, lozonjar, kërkojnë lumturi të menjëhershme. Xhelozia e tyre është endje për vëmendje, ku nuk ndihen të parë shndrohen në stuhi emocionale. Ngjyra e bardhë. Pra si thamë për ngjyrën e bardhë, paqe që s'ka formë por jahon. Në perandoritë mistike, sidomos të Atlantesit, një dritë që s'duhet parë. I përbërera mbretëria e bardhësisë së përjetshme. Në fe, krishterimi, islamizmi, po ashtu dhe budizmi, e bardha si shenjë pastërtisë dhe ingjëllimit. Ditën e sotme, njerëzit që janë shumë të lidhur me ngjyrën e bardhë janë njerëz të ndjeshëm, të pastër, por emocionalisht të paarritshëm. Xhelozia e tyre është largim pas zë. Të mungojnë si qetësia që nuk vjen më. Ngjyra e rost, butësia e një fuqie të padukshme. Në mistik, për ngjyrën e rost është çakra e dashurisë, pa kushte. Simboli i lidhjeve shpirtërore me të lartë. Personaliteti për ditët e sotme janë njerëz të dashur, të ëmbël, me zemër të hapur, por ku plagosen, xhelozia e tyre është e qetë, por të largon përgjithmonë. Pra janë njerëz që nuk janë shumë impulsiva, që reagojnë por gradualisht largojnë një herë përgjithmonë. Ngjyra e artë, pra
ngjyra hyjnore, 30 hyjnore, formë ngjyre. Inkasit, egjiptianët, dinastit kineze, ari nuk ishte pasuri, por dritë e perëndive. Ezotëria, frekuenca më e lartë shpirtërore, lidhet me vetdijen e artë. Në ditët e sotme, njerëzit që pëlqejnë ngjyrën e artë janë shpirtra të ndritur, të sigurt në veten e tyre. Ju faleminderit për këtë video, shihemi në videon tjetër. Urit ju ketë pëlqyer. Fundjavë të mbarë.